sa që ka ardhur një herë një grua te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i ka propozu martesë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por aq ka qenë madhështor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ajo grua nuk ka mujt me e këshyr në fytyrë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Por kundër Jusufit alayhi salam, që e kanë bërë hilen edhe herën e parë edhe herën e dytë kur i kanë prej durët e veta. Prandaj kemi transmetime se sahabët nuk kanë mujt asnjëri me këshyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në sy. Nga madhështia, thonë sahabët apo transmetimet përmenden se kur pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka heqë syt prej neve, i ka heqë syt, nuk na ka këshyr çetërka, na çatëherë ja kemi lëshu syt edhe e kemi ngop synin ton me shikim në fytyrën, në nurin e pejgamberit alayhi salatu wassalam.